Do futesh për puthen? Të të futun atje direkt? Që në është me putë? Si e do gruan? Si e pëlqen femra? Femra? A ka mundësi ju? Po pyes pajtimin, pastaj ju Vale, jam merakli për femra shumë. Merakli? Si i pëlqen? I pëlqen ato që janë japone, kështu, më të hova, më të vogla. Se kështu ato më të hova, bjonda kështu, më të thjesht. Po një sekond, më lirë tani ta pyes. Edhe njerë. Gruti pëlqen më të hova. Okej. Kështu japone, kështu dalin. Po, elegante. Ta vërtitesh si do t'ja. Po, ashtu. Po kështu... Me gjoks? Jo, si do me gjoks ma, se e kam grunë me gjoks madhe. E du më, bithat që jo më të vogla i kam, t'i kapi. Të nga përshrizin, atë kam të ndë tregoj, atë kam të ndë të poli unë e dretë. Më popullor që me balkon. Do shkojmë kam blektori, mire me blektori. Do shkojmë atje? Po, pa tjetër. Kam 250 kokdele. Kam 15 qenë. 15 qenë? Po. Kam kalin e vrapit, marri pjesë në opoj. Kam kupa në opoj. 2 këtu, 4, tash e kam ble kalin në Angli, me pashaportë. Sa e ke ble? Unë e kam ble 16.000 euro kalin, kartë e shpia. Mos më thoj që ishte ai me të kuqa? Jo, ai i ziu, me Shqipon, se jam shqiptar. Ai që fitoj? Po, unë jam. Pse së pasha? Po, unë nuk erdha, se më ka vdek nana edhe s'kam dalë. Okej, në rregull. Tani, që të mos i merrni të gjitha këto gjërat seriozisht, se një grua e ka edhe e ka si rrush. Shumë të mire e ka. Dhe mua kjo më pëlqen këtu, sepse që kur kam ardhur dje, njerëzit janë, domethënë jeni shumë social, jeni të dashur edhe i thoni gjërat me humor edhe nuk i merrni me keq. Vetëm gratë na i mbajnë paret, na japin shumë. Shumë mirë ja bëjnë, se ti dukesh ti shko, po pse më të shkosh ti harxhosh me paret me po do shkosh me parë, do shkosh një femër në hotel do ta kapi. Po gjej një më që ta paguaj ajo. Po natyrë mor burça hotel. Po ajo pa lek nuk vjen. Natyrë. Po nuk vjen do lek ajo. Po t'ja je gjithë ky burr. Jo, po lek do ajo. Do leka? Si variojnë lekët kështu? 100 euro, do t'ja hapi, do t'a marrë. Me të shishe. Një gjiro me kale. Po, një gjiro. Të pëlqej aktiviteti sot? Shumë bukur, jam Kali të pëlqeu? Pa. Do shkojmë edhe që dele? Do shkojmë tek dele. Po verës të kam dhënë dhafin edhe më ke dhënë dhafin. Verës do marri shtafin, një kinj, do t'a pjekim, do t'a hajmë, kur milen delet ku bëhet djathi do vish. Po, bjesh, me pa aty. Okej. Sa ret buk pi në ditë? Unë e dërim 10-20. Rakin nuk e pi? Jo, alkohol s'pi fare. E kam takuar dje, rastësisht po i vësë. E kam takuar dje tek lokali i lagjes, në darkë, ku po përgatiteshin për festën dhe tha unë pita 10 Red Bull, ndërkohë që kam kaq dele, kam kaq qenë dhe unë normalisht e dua shumë njerëz që punojnë dhe sidomos kur janë të fokusuar te blegtoria. Bravo të qof njerë për njeriu që je, që bën humor edhe... A mërzitesh ndonjëherë pajtim tuaj? Si? Mërzitesh ndonjëherë? Ja. Gruaja për çfarë të mërzit? Asnjëherë. A di kur mërzitet buri? Kur s'ka lekë të shtëpia, fukara dha katere për lajt me gruan, kur i kam kushtet normal, unë pasha e kthej kokën, se qaj kokën. 2 fëmijë kam, më kam thënë nga 100.000 lekë në ditë me shpenzu. Unë marri 50.000 euro në mua, në vit. Për deleve. Bravo të qaftë. Plus gjatë, plus që elhamdulillah më ngjojnë. Bravo të qaftë. Unë kam 2 makina vetëm bredhi. Ku i ke fëmijët? Fëmijët i kam në Londër, 2. Vetë ke qenë në një Londër? Ja, Sa? as kam qift shkoj. Sa? Pse t'jemi me qarë në Londër, më mirë punoj të shtëpia vetë. Nuk shkoj Londran. Më thirin fëmijët, unë edhe shkoj edhe me vizë. I kam me shtet delet, me certifikat, vizën e marri. Po pse dhe delet do marrë shtet në Londër? Se duhet kesh kushtet me shku me marrë. Ne, unë nuk shkoj në Londër. Unë e këtu e kam Londër. Londër në alhamdulillah për zotit. Ma mirë shtu fitoj. Po dim se o ke thënë këtë gjë që ç'a do bën? Po dim moj motër tani, qofse e çoban nuk me rast. Qofse e ke djalin këtu sa merr kërkush për nuse. Se zin me fshi, ato dojnë telefona iPhone, thonë që puna jote. Unë si kam të gjatë, jo, gjata me lule, edhe nuk dun të delera. Po cigare, edhe dele në zonë, erën e deles me njo. Erën e deles jo, parfun, hotel, në plajë. Tek hoteli e ke mendjen mor bu? Po ato mor tani. Do bëjnë qef mos e trinja. Po ne as bëjnë qef me të gratë të shtëpia ose në san, bjesh, lule, hajrë pastër, më mirë, bjesh se sa në natyrë se sa në hotel. Ashtu a? Po, ndurës, mi shkojnë, aty në bjesh. Ku ndryshon? Ma mirë në shishta veti. Jo, si është në bjesh? Ma mirë e ke. Provoj, din në bjesh, mere fejumin e din në bjesh. Kam. Ta gjej unë.
Ta gje unë. Djalin ke si vetja, sepse kur më solli me makinë ta ma hajde tha se flas unë ta shkojmë atje. Bravo për Allegrin që keni në familje. Nuk ka gjë më të bukur kur keni këtë shkuarje, kupton? A di kush gatroi Pukaralla? Jo bukur. Ka qenë një gurbeçi, të tregoj një histori motra. Më trego. Ka qenë një gurbeçi 6 vjeçkar të shtëpia. Po mbaj, ha? Po mos e fut në televizor. Do i fusim qita. Po futi se çaj kokën. Mos na intereson. Edhe ka buri së takuar me gruan fare, edhe buri shqyqisti do takuet me gruan, po Pukarallat, që ka ra në krevat, edhe gruja ka fillu me pre gruan, edhe i ka thënë gruja, burë s'ke na buk. Ku drejt që e gjithë në këtë moment me më dhënë s'ke buk, e buri e këu shpinën. Psikologjike është ajo? Kjo është garant. I lashi, edhe buri ma më është nda. Ja, shi qa bën varfëria? Varfëria. Së shkon me ndja pra që? Ja. Varfëria në Shqipëri... A do ikim nga tufa? Pa. Do ikim. Ajde më thuaj 2 fjalë, se që në të zoj shumë e mirë. Hajde, foli. Hajde. Foli që do martojmë prap. Foli. Mbajmë dhafin e. Së dy gjëmë bëla, ja? Nuk gjënë, i ka arë nana tani se unë s'kam nana, hajde kuptan. Me u lavdru para nana se ka, hajde. Që si bën? Hajde mu fol 2 dhafe, ta shka nana. 2 fjalë, 2 pyetje të bëj, hajde. 2 pyetje ka me të bë. Si e kalon me burin pyet, a të shkon bash femra me pyetje? Po s'më vjen, më. Hajde më këtu. Nuk dëgjohet fjala e shishtavetit. Po ku? 2 fjalë kam. Jo, në televizorun e s'do. Po 2 pyetje me tani prit. Po më përtasi fmit, jo. Jo. Po, ashtë ai, atje si të përtasin. Hajde mu ti ke burin fmit. Mi do marrin nusën e vetë. Se këtu të shatit nuk dalin. Po pse pse që duhet që ato të shati? Jeto për veten, jeto për burin. Gjitha të burë që ka. Tani një pyetje, si e ke njohur zotrin? Rrugës. Si rrugën? Kam qenë darë, së vetëm kam marrë. Ka marrë ka rëmbyer? E ka rëmby. Ti ke planuar? Po, kur të rëmbej djali qa do bësh? Je lumtur me të? Shumë. Po, kështu me gra tjera shkon? Kush jo. Po pse thot shkoj me gra tjera? Të prallë. Je shumë e mirë, nuk duhet të vënë sikletë të pyes më shumë. Pajtim, a do shkojmë tek Stani, atje ku ka gjitha të pasurinë e vetë dhe unë vdes për këto gjëra, kështu që bol bëm blafe këtu. Jo, këto si kina për këtu, Se ke pirakin hiqam. Frikun. Te Stanin e kam afër. Do me filmu edhe Stanin. Po. Do ta filmojmë edhe Stanin. Të gjitha. Edhe tufën e deleve. Të gjitha. Qalash kam dalë në gjesh. Kam të ardhi. Hajde ikim. Miru pafshim. Me na qesh njerës. Për zotin fjalët më të mira do të them dhe jeni shumë të mirë. E takove Vjerën, a? Vjera? Jo, nana. Nana. Miru pafshim. E kalofsh mirë. Në, si je? Me shëndet? E fort? Ashtë, se plak. Mbaj veten. Unë e mbaj pa, a i se nuk më mbanë. Nuk je shumë, nuk je shumë. Është nana e 7 fëmijëve, 6 vajza e 1 djalë. Ju si jeni, a jeni mirë, Shumë mirë. a lodheni. Nuk lodhemi. Ne punë, si kaloni. Tunë me bollok. Ka shpia. Shumë mirë shoqëri zotit. Doja Po. Ka. E kam si kukull. si vete, edhe vete si kuke. Faleminderit. Të kesh shëndet dhe fëmijët me jetë. Faleminderit edhe Të ti mira. të mbarë dhe sukses. Faleminderit. Shëndet. Tu jetoj unë, Kasove. Kasollet bukur ke mërë burë. 50.000 euro te i fitoj vetëm nga delet, kështu që më suan ka. Jo, për lek. Se mos të bëhet xheloze zonja që ka. Hajde më shi. Hajde tash më ke dhënë vapin, kur qesh më e lish, unë Do të vi. paguaj edhe ditën e këtë rrugën. Jo, zon paguash asnjë gjë. Shkoj në pjesh. Se na ke lënë pa gjumë. Okej. Do shkojmë në Bjeshk. Në Bjeshk kur të vim për qefin ton. A na merr këtë? Në maj tani, nesër unë delet i nisi për në pjesh. Nesër. Nesër kismet, me izin zotit. Okej. Kur zbresim me 40 orë. 40 orë. Ketë janë tur njerëzit për në gurbet. Pa. Kam dy quna në gurbet. Kjo është nipi. Në gurbet punon në Angli. Unë, sa të më shfrytëzoj anglezi, më mirë rri në shtëpi vetë, ato 2 lek, 2 lek i fitoj vetë, i fitoj 2 lek vetë, edhe Edhe je në vendin tënd? po në vendin Je në shtëpinë tënde? Guri peshon në vend të vetë.
Beri qatësën, bëj rreth 10 kuntal djath. Wow. Djathin e bëj me porosi. Keq këto niprat. Qa janë për në Angli, e bon nga 50-30 kg i marin për në shpi për në Angli. Djathin e shesi 10.000 lek, kilen e djathit. E shesi 10.000 lek kilen e djathit. 10.000 lek kilen e djathit. 13.000 lek është kinji, mishi kinjit. Shumë lirë më duket, se andej në i marim shtrejnë. Po, në Tiranë mirëni, po s'merrni bio, nuk merë bjeshkës bio, e merë të Brazilit, bëjnë edhe dasma në kukës, po ketë mish Brazilja hajnë. Nuk ka mish. Po djembe ju ke thënë që rrini këtu, merrni Unë kam një djale kam qu 12 vjeç në Angli ka shku. Çe punë bën atë? Ai është firmë ndërtimi. Tjetri është me një kushëri, edhe ai firmë ndërtimi, po më shumë ka pasion, më pyet çdo ditë, çdo natë, a ka pjell kjo dele si i ke bab. I ka qef. Po, nuk është lodhja me delet e veta kur, sa lodhështë në Angli. Po, edhe në ndërtim. Po, në ndërtim. Edhe çfarë thot? Do vi këtu. Shumë mirë. Do vi këtu. Do bëjmë një start të madhe, që se në ndimon pak shteti, edhe mos me në ndimu, do bëjmë, ja ku e kam stanin atje, afër, e kam, do bëjmë këtu, toka jeme është, me letra me ketja këtu sipër, këtu do bëjmë një start. Delet i kam këtu, do marim delet pak, edhe do shkojmë në Testani. Po, ja edhe Qobani, pyte edhe Qobanin si ja kalon, 500.000 lek. Nga është? Nga Oreshka. Ku bi Oreshka? Oreshka, këtu, më bashkështa vetit, po. Do që i kam qëllu me kanë pjetë për zdyti, një dore kam shit, po beri qatë përsin. Ku ishet më shumë? Kam në fshat, më mirë në fshat, nuk ishe si këtu trektarve, në fshat. Sa bukur më përë. I kam qetë delet, mirë i kam. Dalim për këti dhoqit. Po ku ka gjë më të bukur se kjo? Nga e ke këtë Qobane? Oreshk. Po e pëta harova, se tash në trova ma ta. Adhe që kam qetë gazetarë ndaj, hajde. Do shbresim do bësh do një video, këtu ajo? Po, pajti, të dy bashkë. Po. Hajtë. Brita api. Nuk kapet nga jashtë. Qëfar ju ke vend? Sa të bukra këtoj që ju ke varur? Ruze. Ruze. Ruze të varur. Shumë të bukra. Ai djali si punon në Angli ka qenë merakli, den baba den me dele. I porosit në Macedoni këto, edhe i sjevin qëtë. Edhe ja vendosë? Po delet i kam i mbaj për qëtë. Mirë. A je lodhur? Jo, pak. Pak. Tregoj nga e shije, do me afut qa, a do aparatin? Aparatin, a e do? Prit. Prit, be. Prit. Prit, sa vice je, tregoj, full, drejt. Sa ko ke që punon këtu me delet? 15 vjetë. 15 vjetë, a është e lodhshme? Jo, për mua am gëna, am im li për i mama, për i ishave. Am mëra shumë për gëna. Je merakli? Po, shumë. E preferoj, ma mirë. Të rish këtu? Se sa me jashtë e. Bravo. Me punonën e i mlosh. S'ke menduar asë njërë ti kësh jashtë? Jo, jam... Me rogën je i kënaqur? Shumë, me rogën am... Po me ushimin? Shumë, am... Shumë mirë am. Çfarë ke me veta? Ja, mu... Të gjitha bio i ke përdo? Bio janë. Bravo, haj, se nuk duaj që ta, se duke që ka emociona. Tufën a do ta marri, shpar. Po do futemi të këtufa. Pritani, po qenë kuj ke? Hade. Ku janë be apë? Si keni shumë, kena qenë sot nga trumë me kuaj. Isa i bukur ki bardë, po se mos në hanë. Janë mija, Sa t'ishe me total o pajtim? Sa dele? 5.000 qenë, 250 dele kam. 250? 250 dele dhe 15 qenë. Po bravo të qofë për zotit. Sa qingja ka? Kam dele edhe me 3 qingja. Ashtu, a? Tani kanë pjetë do për zdyti, do i kam një 50 në sadë, prapë kanë pjetë për zdyti. Hajde futemi këtu të këdele. Qingjat e para i kam lanë. Këto i kam desht, qingjat vjeqme, i mbaj për desht. Për zotin, s'ka gjë më të bukur, po e keni dhe shumë natyrë të bukur. Shi qa janë këto? Fshati Shishtave s'ka bjeshkë. Fusha ka ngell pa kositme, s'ka njerë, s'ka bakti me angër barin. Keq janë turë mas gurbetit, nuk është gjithka... Po kjo është e keqe, nuk është vetëm gurbet, gurbet është edhe këtu me punu. E nxerë 2 lek, shkon të shpia të fmit e vetë,
është gurbeti këtu. Një në vendin tënd, e ke shpirtin plot. Po, kur do të vi bujrum, ka një adha një sen, 1 milion, 2 milion ja jep. Anglezit ta pin palcën. I kam 2 quna në Angli. Një është 15 vjetë në Angli, tjetëri është 4, të dhënë lek tani avokatit, a do japim letra, a do japin asen. Edhe me stres edhe me çdo gjë, se ti të paktën E kam pas djali gruan 7 xhane në Angli. Edhe ka pas dështime. Anej. Kur ka shku në spital se s'ka qenë i regjistrum, ka shku me zezë. 13.000 pond dhe kanë gjobit. Pse? Nuk jenë shteti i regjistrum. Bo. Vendi bukur është. Për të zotin qenë ka perl. Shumë bukur. Jo, s'kan qenë. Por qenë ka super vëndi bukur, edhe kënaqem që takova një zotëri si pajtimi. Pyqe edhe këto, merë djath, qatë djath i thuj, pyqe, qatë djath bën pajtimi. Ku jeton? Në Londër. Sa vite ke anda? 25 vjetë. 25 vjetë, do me të një me letra me gjitha? Po, me letra. Çfarë punë ke bërë? Murator. Punë muratori. Puna me lodhshme si pas mendimit tim. Po qatë punë ne kena atje, se puna e lapsit, anglesët e kanë punën e lapsit. E ke menduar që të rikthesh këtu? Njerë për njerë jo. Pse? Çfarë të bëjnë që të mos kthesh? Çfarë natyre ke këtu? E di, po unë fëmijët janë lind andej. Fëmijët i kam andej, janë lindur andej. I kam në universitet. Vajzën e madhe e kam në universitet. Ata nuk kanë qef të kthehen në vendin e tyre? S'besoj. Nuk e kanë njerë shumë qef, a din. Janë rritur me po, janë rritur me... Po besoj që Shqipen e flasin perfekt, a? Shqipen e flasin, gjuhën tonë e flasin, se i kena mësu, po puna është ata nuk janë të ambientu me këtu, se nuk kanë jetu këtu. Ti jeton 25 vite në Londër, po bulmetin e gjitha këto i merë të pajtimi, a? Po, të pajtimi. A, kështu na doni për këto ju. Po, kret bio i kena, kret bio i kena. Po, pikërisht pra hajde një jetoni këtu, se shiko sa të bukur e kemi Shqipëri, se na keni ikur të gjithë. Me ves, me pula, fshati. Në Angli u qënë. I merë në Angli gjitha, më. Po, me djath, me gjis, me gjalp, me mish. Tani më thuaj diçka. Mishin etherin, ka dhjetori, etherin, edhe na e dërgojnë atje. Kush ndjet më mirë? Ne që jetojmë këtu apo këta? Jo, këtu është më mirë. Që si jeni të zverdhur nga fytyra, jo ne jemi të kuq. Këtu faktikisht është më mirë. Se kur je në vend vet, në shtëpi vet, del mëngjes, ulesh me kushrim me kret, atje s'ka, atje. Ke njerëz me këtë plashifën më çfarë pamje, shiko sa bukur. Ua. Atje është Londra. Ti për zotin ti je rahat. Ti je njeriu më i lumtur në botë, a? Nuk kam hiç. Se vret mendjen hiç. Me policia. A je martuar? Po, i fëmijë. Bravo, ti kesh me jetë. Për zotin aq rahat je, po ka më pamje të bukur se kjo ajri, qetësia. Pas një smundje nuk kanë kohë të pras një sen. Po patjetër, si do am kohët ai, jo si ne na dhëm koka, po më dhëm mesi, po këtu. Me strese. E di. Jam As i hapja? Jo. Në Angli është jeta. Po mykëm duke pirë. Po ti ke pirë kokra? Hapje i laçe? Sa dush. Po a din si është jeta atje? Do çesh në mëngjes në orën 6. Po. S'ke mundësi me shku me ul kafe, me pi kafe. Hip makinës, të kapish punës, se ka edhe trafik. Ne po se quajmë në mëngjes, të pim kafe, të rrim 2 orë atje. Ço, maro punën, hip makinës, vrap te shtëpia. Një dush, do ulesh me angër pak buk. Do të gjumi nga vlodhja. Pak me fëmijët nëse ke kohë din me bisedu me to, zën gjumi, iku dita. Iku dita. Pi qumësh të dele bio, a? Po, bio, mi ime. A të lumë, ty si ke hiq ti. Kënaqe dhe ai kolegu simpatik që kam me mimikat. Ne pim vetëm kafe, ta hapësh barkun tonë kemi kafe, ti e bio i gjithi. Lëngje. Po që do ata? Fanta, nuk pinje, Ta gryë së markun, po qumë shtit zë barku. Ja. Qumë shti i blem, po. Hajde bëjmë kushecën më fort. Hajde. është i ka provë. Më pritë se ma bere me hila. Unin se i pari. Hajde dhe njerë. Hajde dhe njerë, se unin se i pari.
A i që nga fiks? Për të tapa ata që kapja unë. Belici babës. Sa i mirë është, mëre. Qështë, ua! Hajde. Pes muajsh. 5 muajsh. I ruan, a? Edhe sa i bukur është. Si e ka emrin? Beniq. Beliq. Se është i bardhë. Beliq. Hajde. 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 Shto me ledionën. Hajde. Shumë ndjekim ne. Hajde. Sa ti shishavet sa donë, për këtë zotë shumë ndjek. Qatë Shistavec, e pash, sepse gjithë më kanë përshëndetur. Ta dhe mi tani, ne kena respekt. Ne televizorin, ne putë që kena televiziona. Se kujtim Jovani ku kishin ku shkona ne, në Elbasan, nuk marrin, nuk pranen gratë. Ne në Shistavec, kur do të që të shkojnë, në çdo shtëpi të shkosh, bujrum të thënë, Shistavec. Shumë i pritës janë, e vërtet, për zote. Unë jam të pa edhe në mision, gjithmonë në qikojnë. Jo, buri, qa është ki mentalitet, buri, a di ku shkon? Po se pre Kosovë moj, buri, s'ka arti burin me amar. O, buri do më shikoj. Po që se s'ka besim buri, të gruja qa jeton. Ne na mirë prit, qa ti shisha. Për zotin jeni dhe... Vine edhe nga Italia, sen turist për shemull. Rrugës për bjesh, ndalen. Kam shpi bujtin për shemull, bujtin, rrin aty, paguin lek, edhe këtu ka jetes. Leku qitë lekun. Bravo. Samir, ka që i kanë kërë banesat në bujtinë. Kjo është super e mirë. Ka. Sepse të ardhura janë këto. E kupton? Edhe shteti na kanë ndihmuar. Ju kanë ndihmuar me çfarë? Na kanë ndihmuar me 12.000 lekë. Na jep shteti. Jo se na kanë ndihmuar, na ka bërë Qirak 12.000 lekë. Po 12.000 lekë pse ja jep? Një paketë cigare është 12.000 lekë. Për dele, për kokdelesh. Për kokdelesh? Po, 12.000 lekë. Shumë mirë. Kosova ka, Maqedonia merr më shumë. Patjetër, kanë tira politikë. Tu na vjen vetëm për politikë më tra. Po. O, do ma japish votën, unë do bëj këtu, nesër nuk njeh. Atë kanë ardhur pajtim? Jo. Jo. Po mirë, me sa pash unë nuk është keq Shistaveci, Jo, ka Shistaveci është rrugën keq, këto. jo mirë është. Shumë mirë është. Qa rrugë mo Shistaveci, per rrugën kur erdha aty në cep Shistavecit. 20 metrë rrugë se kanë bë. Ajo tek Jo motra, jo, se keq shikon laroja nuk len me ngër baloja. Keq për vete i shikon. Një firmë e jep Pleqinja Asen, rob 20 milion, 10 mbaj, firmos u bë rruga. Për një javë rruga prishet. O ti mos pi me Red Bull se nuk pushon. Jo, pi Red Bull. O ma je pak dorë. O, sot i matë. Je i matë. Sanin aty e kam? Haj. Ha, ma e dorën. Shumë fitore. Fitore për çfarë? Për kalin. Po. Po, e pe, fitoj. Sa lek fitove? 500 euro. Qam duhen lek, unë kam fitu më zemrën. Unë shpenzu, a për lek nuk vuj. Vetëm të fitoj, lek që janë asë një sen. Edhe, di qa më thonë ata, Lediona, nuk lodhe që shkon, që sa njërës takoj unë. Ja. Unë knaqe me ju, për leku zote. Leku sot e ke, nesër nuk e ke. Po leku i ka prish njërzit sot. Babën e kam pas sekretar biroje unë. Ku ka burni? Janë shumë të pak ato zëna ku ka burni. Në Shistavec ka. Nuk flasëm për Shistavec, po nuk është si që ka qënë. Edhe Gryka e Qajave kam respekt. Gryka e Qajave bujrum gjithmonë të thënë në shpi. Ku është mikpritja më e theksuar në pjesën e Veriut? Të vërtetë? Është Qaja, Buzmadhe, Shistavec, Novesej. Jo, nuk po të them vetëm në zonën e Kukësit, në gjithë pjesën veriore. Ku është mikpritja më e theksuar? Shistavec. Ashtu a? Jo pse jam unë nga Shistaveci. Do vishti ose qoj një ekip ku do të shkosh në një shtëpi, bujrum të thënë. Ta hapin derën? Me njerë, bujrum. Ka fshatra si nuk pranon në shtëpi. Me që ato që gjinde të shpi. Buke krip, po të të bujrum. Dy fshatrat e para që kam shkuar në Kukës, më kanë dhe bukën me veta. Ja, ti që qeni që i marim, që bani i merë qenëve nga një buk. Jo, më kupto. Jo bujrum, të shpia. Më kanë thënë, po unë nuk dua të humbas kohë, se dua të shkoj dhe në një vende të tjera, por për mos më lëmë bosh, ma ka dhënë vendos bukën me veta. Normal. E kupton? Po, edhe në Bel. Do me thanë, unë me pajtimin e kemi lënë që do vim një ditë, do në gjitemi lartë në Bjesh. Dejmë të guri mëngjezit. Guri mëngjezit, pse quhet guri mëngjezit? Guri mëngjezit se di motra, po... Apo nga që linë djeli aty?
është bjeshke bukur. Do shkojmë Ati atje mund tash edhe 2 kg mish, 3, e di. edhe të pish ujë, do thush je unë. Nuk jam gopur. Po. Po, e di. Do Nga shkojmë, ajri. të kam dhënë ndafin edhe më ke dhënë ndafin. Po. Në Qershor, në Korik kur dush, do shkojmë me makinë bjeshkës, ka stane aty poshtë gurit, do shikojmë stanet janë të Kosovës. Ka dhe të Kosovës këtu, a? Tregoj edhe kufirin e kam afar. Po. Ish kufiri Jugosllavisë. Tani e na vëzër bashkë, ketë, s'ka kufi. Ka stane me bjesh, ka tufat maja, 1000 dele, 2000 dele. Pajtim, ka shumë këtu që mbajnë delet? Dele mbaj, Baktin, do me thënë. më shumë në Shishtavec mbaj unë. Jo në Shishtavec, po me të nderim në Kukës unë jam. Përveç, nuk e kapim qajen. Qaja mban, fshat mban. Po Shishtavec unë. S'ka motra. Kam pas për para 2000-3000 lop, 6000 dele Shishtaveci, 8000 dele. Dele kam une, ka një shok një 200 dele, një ka 100, s'ka dele. Ketë nga 1 nga 2. Në mbajnë sa për veta? Nuk dojnë që tash gratë be dele, era premiar. Janë qurë në Angli. Janë mësuar ande, i prishi Anglia. Ja, i prishin. Pondi u karën. Pondi i karën. Po si do e bëjnë tani? Mishi ka hip, për mu në knaqen pasha. Është i mbad, vendosin që kapelen brat. Une kur fitoj leke ke kështu. Do me thënë, tani e kishe kështu s'ke fituar lek. Po fitove, po, këtë brat. Jo, unë fitoj lek gjithmonë bismillah. Me bismillah do qesh në sabah. Edhe tirin në telefon. Njani tot 2 kg gjatë, tjetëri tot 5 kg gjatë. Pa lek une, me dal pa lek, ndarkëmi me lek. Bravo, bravo të qoftë. Për zotin, bravo Jam të i knaqur. Përveç kësaj, je njeri i mirë. Në zemër. Je fantastik të betohet. Unë e kam pas në kote Enverit, kote regjimit Enver Hoxhës. Baban e kam pas sekretar biroje, kryetar kooperative. Zajin Beqa e kanë qytë. E din edhe Kuksi e kejtë. Kur nuk ka planuar që të bëhet të udhëzimi në kote Enver Hoxhës, laku e më ka thënë që nuk bëhet të udhëzimi. Jo, kam thënë do komunista se do bëhet me 1 kile qumsh, do shkoj table. Qatë del 1 kile qumsh. Sot unë djath po, mish po, gjis po, ketë bio i kam. Të gjitha produktet. Shko ble, 2000 lek bën një lufra, ty s'dim qa ke ble. E di. S'na nga smona aty sa. Jemi të mërzitur në këtë pjesë. Kemi shku në Kadabak që të blem të marim bar. 2000 lek, atere është barbari. 2000 lek, 1 kuntal bar. Që në ditën për 1 kuntal bar. Ja ku është maja Kalabakut. Ane. Zem jo, stop kje shqip! Vjeshka jone shi Shfarica. Mere shkupin si sa sharon. Shtuaj t'ja them njërun. Zemi stop. Zemi stop me shkip. Mere stapin me dele thuj. Zemi stop. Shëndet gjithë të mirat. Falemderit. Po, me një super njeri, me një super zotri, me një super punëtor, që unë kam takuar në fshatin Shishtavec, pajtimin, e tash mënyra se si jemi takuar dje ka qënë tek kapja e fshatit, edhe e kam parë direkt në sy se po pia rakita, nuk pi rakita, unë pita 10 Red Bull. Edhe kemi e lam që do vinim këtu të shifnim bakët ti që a i ka dhe e thotë me plot gojë që nuk më intereson të ikis as në Angli, as i vënd, sepse këtu të ardhurat i kam shumë të mira, njëri që është i lumtur dhe ka një familje të shëndosh. Do lodhem me gruan, me djalin, qobanin, po nuk lodhem ashtu, kur të vinë dark, që lodhem, kam fituar. Buk e kam bio, grunin tem, jo me plekimik, mi hedh urejasen, ple pushki dele shplot, shkoj e blynë më dhi, bukaj, djadh, pasha. A të bën masazh gruaja në dark? Ja, mref, dark. Masazh, jena të lodha me. Po e pra se masazh i bëhet Po, të shplot. ne nuk dim masazh me bë. Po qa dini? Ja, vetëm mua, bete dhe parja. Ti, vëlej këti. A do ikim nga stani? Mos më rrim ma serios. Jo, a do ikim nga stani? Ku është stani? Ja, a do, qofse do. Pa tjene i pandelet këtu, qëfar ka atje? Jo, unë të thash se të dhash lapin. Po. Qofse do me marrë edhe stanin, shkojmë. Unë mendoj që jo, sepse ne i morëm delet, folëm këtu, kur të vi pasaj që t'jemi në Bjeshk. Herë tjetër, kam premtu edhe doja pajtim. Ka 15 qershori. Vinë edhe këto, 20 qershor. shumë anglisht vinë. Deri 20 qershor. Këtu është mrekulli. Ashtu, a? Mrekulli. Bjeshka me lule. Do të marrë numrin e telefonit dhe do flasim, do t'alem që unë në qershor do jem këtu. Kalo këtu, do flem aty jashtë, a? Po, ku do thush, mos më qo eret. Do flem në Bjeshk, aty do ndezim. Kushtet i kam, me televizor.
me internet. Nuk më intereson Jo, televizori kreç që kam interneti kushtet. nëse kam pamje Po, natyrën. normal. Dakor? Normal. Ok. Ja kështu. Po e mbyll këtu këtë material. Unë e di që ju kam kënaqur dhe jeni me këto pamje që janë o zoti i madh, relaksimi i madh i një truri të qetë. Me pajtim, çfarë do më thuash? Se vetëm unë vola mirë për ty, thaj dy fjalë të mira Edhe dhe ti une. për mua. Ha. Unë për Legionin kam shumë respekt. Si familja, jo si familja, po edhe fshati, në çdo lokal që të shkosh, shikojmë gjithmonë Legionin. S'na duhen lajmet në partia kështu, partia atë, më mi shikojnë Legionin se ka dalë në një bjesh, në një bjesh, shikoj se unë rri këtu, se kam mendjen as në Angli, as në Tiranë. Tiranën edhe Anglinë e kam qyshta vetën. Edhe e falenderoj shumë. Më ka dhënë vafin se do vi verës. Do shkojmë në bjesh. Faleminderit. Je fantastik. Faleminderit. Faleminderit.